nuk e di dhe as nuk dua ta di se ku i gjen këto fjalë të popullit. Që je gabim, je kokë këm gabim për këtë mos ki asnjë dyshim. Unë mendoj që ju gjithë brenda shtëpisë dhe ne këtu jashtë duhet të jemi të gjithë krenar për origjinën nga cila do krahin që ne vim. Të lutem, jo kot, por sepse të parët tanë na e kanë dëshmuar me vepra dhe me fakte pse duhet jemi krenar. Tani unë jam mësuar, domethënë me ty që kërkon falje, mund të jetë hera e 125, por unë mendoj që duhet të kesh kaluar ca gjëra në jetë, duhet të kesh lexuar shumë, që të arrish dhe të marrësh përsipër për të folë për krahina, siç është Mirdita apo siç është Dibra. Je po doli Selina shau Mirditarët, shau Dibranët. E keni kryqëzu Selinën, ç'a bëri Selina? Selina ka shpreh thjesht mendimin e vet. Shqiptarët duhet ta kuptojnë se çdo njeri ka mendimin e vet dhe do ta shprehë ashtu siç e ndjen, në bazë të eksperiencave që ka në jetë dhe në ambientet që rrethohet dhe nxjerr një përfundim. Kush është Arber Hajdari, ti thot asaj që ti e ke mendimin gabim, je gabim. Pse është gabim se ka mendimin e vet. Ore, kuptoni ju që mendimet e njerëzve janë subjektive? Për çfarë ju djegit Dibranëve dhe Mirditarëve? Sepse më thot mu je pa besë, mos më djego vlla, sepse unë jam me pa besë, a? Pra, ajo flet në bazë të eksperiencës që ka dhe në bazë të njerëzve që rrethojnë dhe që kanë komunikuar me to dhe ka shpreh eksperiencat e veta. Dhe del Arber Hajdari dhe i thot je gabim ti për mendimet e tua. Po kush je ti më Arber Hajdari? Plafi patriotizmi i madh, ti patriot i madh, po ti ishit ju, ka patriota të mëdhenj. Se i donit ju, populli shqiptar, nuk do ishit duke lënë akoma të hangër ushqime me hormonin e mërë, duke ngrënë ushqime kancerogjine, në për spitale që po vdesin njerëzit për mungesë ilaçesh për smundjen e kancerit, që s'ka ilaçe, nuk ka lente për të përrusit, pleshti ke pa lente të që sautoja. Pra, ta donit ju populli shqiptar ka shumë, do ishit qu, do kishit reagu për çdo gjë, për arin që po thithim që është gjithë pluhur, për naftën që e keni, ju ka shku litra naftës 2200 lekë. Do reagonit për këto ju, po ta donit popullin, po ju popullin nuk e doni. Ju e doni popullin vetëm me patriotizam, ne Mirditar, ne Dibran, ne Kuksian, ne Lezhjan, ne Fierak, patriotat mdhenjo. Kush është Fanoli? Fanoli, poet, thjesht ka lexuar dhe ka shkruar një libër, 2 libra, 10 libra, 20 libra, çon si ka. Ka shkruar libra dhe ka shpreh mendimin e vet. Ashtu siç e ka shpreh Fanoli mendimin e vet, ashtu e shpreh edhe Selina mendimin e vet. Ta kanë thënë ty të parë që Mirditarët janë të besës, po njerëzit ndryshojnë më vëlla, kanë qenë ndoshta të besës. Këto njerëzit që kanë njohur kjo Selina ndoshta s'janë të besës. Am kupton, siç ka shpreh mendimin Fanoli, ashtu e shpreh mendimin edhe Selina, ashtu e shpreh edhe mendimin Arber Hajdari. Mendimi është subjektiv dhe nuk duhet i thosh tjetrit mendimi është gabim. S'ka mendim gabim, dhe ju që keni kryqëzu ju Selinën, je po kush je ti, duke ofendu Selinën fare, Selina ka dhënë mendimin e vet, është mendimi i vet, duhet ta respektoni, ka bërë shumë gabim Selina që ka kërkuar falje. Absolutisht unë s'do kërkoja kurrë falje, sepse ai është mendimi im personal. Çdo njëri nga ju, gjithë secili nga ju, unë jam e bindur që në për kafe i shprehni mendimet lirshëm, por diferenca ajo që i ka shpreh në televizion, sepse jeni ju ata që shaheni, priteni, dhunën një tjetrin dhe ju plasi patriotizmi i madh ju kur flitet këtu për besë. Po t'ishit besës, ju s'do ishit vrarë, do ishit prerë, do ishit therr me njëri tjetrin, gjithë krahinat, jo vetëm s'po flasim për Mirditë për Dibër, po flasim gjithë në përgjithësi. Ju myti të përdhunu njëri tjetrin, të vrarë njëri tjetrin, të trafiku drogë, tu vrarë të bë korrupsion kulëm. Ju plasi patriotizmi, jo. Juve, ju plasi patriotizmi. Selina ka bërë gabimin më të madh që ka kërkuar falje, është mendimi i vet dhe mendimi i vet duhet respektohet nga të gjithë. Kujt i djegë pjesa e saj pa besisë dhe çfarë ju ka thënë ajo, do me thonë, le ta mbaj. Mu personalisht me thonë që kuksianët janë pa besë, mos më intereson fare vëlla sepse unë veten time e njoh. Pra, ajo video i djeg atyre që janë pa besë. Mua personalisht nuk më djeg. Kështu që një turp të madh për Arber Hajdari, është edhe opinionist dhe dele i thot kush je ti, kush kjo je gabim. Po kush je ti më Arber Hajdari, kush je ti? Ti thush tjetës mendo ti kështu si the mos e jam unë. Kush je ti? Deni opinionist ju, jepni opinione ju, duke i thënë tjetrit mendo ti se duan kështu të mendosh. Është mendimi vet. Shqiptari duhet ta kuptojë që çdo njeri ka mendimin e vet. Dhe duhet ta respektoni mendimin e tjetrit dhe tjetrit mos ta ofendoni dhe mos ta kryqëzoni në atë mënyrë që është skandaloze.